Në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit, muajit të mëshirës, faljes dhe solidaritetit, është realizuar një aksion humanitar në ndihmë të familjeve në nevojë. Një donator mërgjimtar bamirës nga fshati Vërtok ka dhuruar 40 pako ushqimore, duke vazhduar traditën e tij të kontributit të vazhdueshëm për shtresat më të ndjeshme të shoqërisë. Organizimi dhe shpërndarja e ndihmave i është besuar humanistit Sinan Lezi nga fshati Çaj, i cili me përkushtim dhe përgjegjësi do të sigurojë që ndihma të arrijë tek familjet që kanë më së shumti nevojë. Kjo është një bamirës gjithmonë i rregull, 6 vjet që jep me i rregull. Unë personalisht i falenderoj këtij bamirësit këta dhurata që jep për nevojtarit këtë muaj në shenjtë të Ramazanit. Zoti ja pranon, ja shtof pasurinë dhe i dhash lumturinë në jetë familjare. Këta do të është para muajit të shenjtë të Ramazanit. Këta do të shkojnë në gjithë rajonit Gëstivarit, nuk ka ndihmë asaj, janë 2.000 fronga. 40 paqeta, vlerën e kanë 50 fronga si cila pako. Paketat përmbajnë produkte bazë ushqimore të nevojshme për tryezën e iftarit, me qëllim që familjet përfituese ta kalojnë këtë muaj të bekuar me më shumë dinjitet dhe qetësi shpirtërore. Lezi bën me dije se në këtë kohë kur sfidat ekonomike janë të pranishme dhe nevoja për ndihmë është gjithnjë më e madhe, ky gjë solidariteti i paraqet një shembull frymëzyes për komunitetin, dhe apelon të gjithë bamirësit të kthejnë syrin nga nevojtarët. Sot gjendja ekonomike kushton shumë, ata s'kan, thosat fakturat e vënës vinë 200 euro, a i merë 50 miliardë ose 20 miliardë, së ne përbabëllon e jetën, për sidomos këtë muaj në shenjtë të Ramazanit. Prandaj, vu bëj apel gjithëve bamirësve, donatorëve, këtë muaj në shenjtë të Ramazanit, t'jenë sa afër nevojtarëve, ku të nejnë, ta dhurojnë, se no, si thonë, ep me ndihmën sot, nesër dritej edhe familjes ati. Prandaj, t'jena sa më afër, ta presim këtë muaj në shenjtë me buzëqeshje, me dashuri, me lumturi. Aksioni sotëm dëshmoi edhe një herë se fryma e solidaritetit dhe humanizmit mbetet e gjallë në prag të Ramazanit, duke sjellë shpresë dhe buzëqeshje në shumë familje.